Këtë javë Spaku zgjodhi drejtuesin e ri, i cili do të pasojë Altin Dumanin, kryeprokurorin që e ngriti institucionin në një nivel tjetër, duke e kthyer fal në radhpar forcës së shembullit të tij në një fakt konkret, historik do të thosha pa egzagerim, atë që duke një parull e parealizueshme kur unë e përsërisja gjatë kohës së betejës për të kaluar reformën drejtësi dhe më pas në rrugën e implementimit të saj. Një drejtësi që nuk sheh majtas e djathtas, po vetëm drejt. Për këtë fakt i përcjell edhe një herë Altin Dumanit shprehjen e respektit tim, si dhe uroj çdo të mirë në vijim. Ndërkohë që kryeprokurori të ri Klodian Brau i uroi ta çojë Spakun në këtë 3 vjeçar të fundit të ciklit 9 vjeçar në një nivel tjetër, për sa i takon profesionalizmit në luftën kundër krimit të organizuar dhe sidomos në luftën kundër korrupsionit, e